I nderuar kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, zotri Xhaferri, poçitovan председател на влада, господин Zaev, shumë I respektuar kryetari Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriut Perëndimore, dear Eric, representative of USAID in North Macedonia. First of all, I would like to thank you for your continuous support, not only in matching businesses, but also in other sectors that you are helping our country. Shumë të respektuar sipërmarrës nga Republika e Maqedonisë së Veriut, nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga Republika e Kosovës, të nderuar ambasador të Shqipërisë dhe Kosovës, të nderuar përfaqësues të mediave. Edhe për mua si ministër I ekonomisë, sot është kënaqësi e veçantë që kam mundësinë të drejtohem komunitetit të biznesit, por njëkohësisht edhe të inkurajoj biznesin e të 3 vendeve për marrjen e hapave të dhura, marrjen e hapave konkrete për të rrit kapacitetet e tyre prodhuese, por njëkohësisht edhe për të krijuar një zinxhir bashkëpunimi midis kompanive të 3 vendeve. Unë, siç e theksoi edhe kryeministri, pata mundësinë që pikërisht ditët e kaluara të jem në vizitë zyrtare në Republikën e Shqipërisë, ku bashkërisht me kolegen Dedaj u dakorduam që në një afat prej 2 muajsh të fillojmë pra edhe me procedurat për krijimin e të ashtu quajturës One Stop Shop, ku do t'i lehtësojmë të gjitha pengesat administrative, teknike, njëkohësisht bashkërisht do të punojmë edhe në heqjen e barierave jo tarifore, me vetëm qëllim që pikërisht të rrisim shkëmbimin tregtar midis 2 vendeve tona. Për marrë parasysh që sot kemi pjesëmarrës nga komuniteti I biznesit të Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë, unë dua të njoftoj të gjithë komunitetin e këtyre vendeve se ne si qeveri, njëkohësisht edhe si Ministri e Ekonomisë, kemi krijuar pothuajse një model krejtësisht të ri, sa I përket tërheqjes së investimeve të huaja, por njëkohësisht edhe rritjes së bashkëpunimit midis kompanive tona respektive. Në krijimin e kësaj qeverie, me ndihmën e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, ne si qeveri, njëkohësisht edhe si kuvend, kemi miratuar ligjin e ri për mbështetjen financiare të investimeve, një ligj I cili është transparent, I cili brenda për brenda inkorporon masa të ndryshme dhe paraprakisht munden të dihen edhe lehtësimet, por njëkohësisht edhe mbështetja nga ana e qeverisë për çdo investim potencial në Maqedoninë e Veriut. Por jo vetëm kaq, në kuadër të fondit për inovacion, në kuadër të agjencionit për investime të huaja, kemi masa konkrete ku I ndihmojmë edhe kompanitë vendase që të rrisim bashkëpunimin me kompanitë e rajonit, duke përfshirë këtu edhe kompanitë e Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë. Ne presim që të hapim negociatat muajin tetor me Bashkimin Evropian, presim që të bëhemi antar të plotfuqishëm të paktit NATO dhe jemi duke punuar në rregullimin apo në sundimin e ligjit në Republikën e Maqedonisë, në stabilitetin e vendit, në sigurinë e vendit, si parakusht për tërheqjen e investimeve të huaja. Por ne nuk jemi të interesuar që të kemi investitor të huaj vetëm në Maqedoninë e Veriut. Ne si qeveri kemi marrë obligime konkrete dhe jemi duke punuar me përkushtim për zbatimin e të gjitha obligacioneve të cilat dalin nga procesi I Berlinit, për të përmirësuar lidhjen infrastrukturore midis 2 vendeve, por njëkohësisht edhe për të lehtësuar tregtinë midis 2 vendeve. Andaj, siç e theksoi edhe kryeministri, presim që deri në fund vitit të fillojë edhe faza e parë e realizimit të autostradës Shkup-Vllaz, por njëkohësisht në një afat prej 2 javësh do të rekonstruojmë tërësisht edhe rrugën Struk-Qaftan, e cila e lidh Maqedoninë e Veriut me Republikën e Shqipërisë.
Unë si Ministri i Ekonomisë, por në emër edhe të qeverisë, dua që të ndjeheni në Republikën e Maqedonisë së Veriut si në shtëpinë tuaj, dhe është detyrë dhe obligimi joni që ne të jemi partner në krijimin e ndërmarrjeve të reja këtu në vendin tonë, por njëkohësisht të jemi partner edhe në ndihmën tuaj gjatë regjistrimit të kompanive të reja, hapjes së vendeve të reja të punës, por njëkohësisht edhe rritjen e shkëmbimit tregtar midis dy vendeve. Ne me përkushtim, por njëkohësisht edhe me masa konkrete, në bashkëpunim të thellë me odat ekonomike në vend, do të krijojmë masa politika të cilat do të dalin pikërisht nga forume të tilla, siç është forumi i Soçëm i organizuar nga oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore në bashkëpunim me odat ekonomike të Kosovës dhe Shqipërisë. Të konsideroni qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Ministrinë e Ekonomisë si partnerin tuaj, por edhe të na jepni ide shtesë, por njëkohësisht edhe sugjerime ku duhet të fokusohemi me të vetmi qëllim që për ju të jetë më e lehtë për të bërë biznes. Ju faleminderit shumë.